Erdhi lumi. Si që të gjuat, problemi pronës është nga problemi më akut në këtë vend. Rioni, Kakomeja, Zvarreci, të gjitha dorën të sistem të kalbur, që në 35 vjet nuk ka zgjidhur problemin akoma, problemin e pronës. Sistem hajdutash. Flas për pronat private dhe ato publike. Da është momenti që kjo me një qeveri të përgjegjshme detare të marrë zgjidhje një herë mirë çështja e pronësisë. Kam shëntar që në klasën për çështjet edhe pronave tona. Unë jam i djalë nga Elbasani, më origjinë nga babja me pas nga Çamëria dhe më origjinë nga mami nga Kosova. Pa Kosovë e Çamëri, s'ka Shqipëri, o Edi Rama, o Sali Berisha, mos ju zat fiti, sepse ju e keni skatarru e poti nuk të do, edhe fia jot, kur nuk të do, morsitat revoltohet, mos prit revoltimin e popullit, se populli, s'ka kusht ta ndaloj. Sot i rujt qiptar, sot i rujt qiptar, shteksi të ndalë. Raf Çamëria e Kosovë. Raf Çamëria, raf gjithë Shqipëria, raf gjithë komi shqiptar. Qytetini e dini besoj, ne jemi frymëzuar nga rilindja kombëtare. Jo kjo rilindja e këtyre hajdukëve këtu. Pa jo e Abdyl Befrashit, e Ndremjetës, e Fishtës, e Petronili Luarasit, e Azdrelit, e gjithë këtyre. Janë ata të lumënuar që e doni Shqipëri si Zvicra. Si Zvicra një shtet neutral që ka një sovranitet dhe ushtron demokracinë përmes demokracisë direkte, përmes referendumeve. Ndaj dhe në manifestin qytetar kemi theksuar. Shqiptarët do të kenë të drejtën e referendumeve ta ushtrojnë demokracinë përmes referendumeve. Atëherë, e jap fjalën. Të dashur qytetar, të dashur shqiptar, këtu nuk ka asnjë parti politike. Ne kemi ardhur për kombin tonë. Rrof Shqipëria, rrof Shqiptaria, rrof Shqipëria etnike. Me Çamërinë, me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut dhe me të gjitha krajinat. Qytetar, ka momente në historinë e një kombi kur heshtja bëhet bashkëbajtore. Ka momente kur indiferenca shndërrohet të armë më të fortë të atyre që duan një popull të lodhur, të përçarë dhe të dorëzuar. Por ky nuk është ai moment. Ky është një moment fantastik sepse të gjithë shqiptarët janë bashkë kundër këtij sistemi të korruptuar. Kur një qeveri harron se pushteti buron nga populli dhe jo nga privilegji, kur qytetarët humbin besimin tek institucionet, kur të rinjt shohin emigrimin si shpresën e vetme për një jetë më të mirë, atëherë është detyrë çdo qytetari të kërkojë llogari dhe ndryshim. Ramaik! 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 Ne dëgjojmë çdo ditë pretendime për presione, frikësime dhe ndikime mbi institucionet e drejtësisë. Ju lutem spak, bëni detyrën tuaj. Hedoni kryeministrin dhe gjithë drejtin e tij. Ju lutem spakut, bëni një hetim për kryeministrin, për pasurinë e tij dhe të gjithë çka ka rrotull. Ne shohim gjithashtu një heshtje që shpesh na duket e pakuptueshme nga faktorët ndërkombëtar që predikojnë demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Miqtë e Shqipërisë nuk duan të mjaftohen me deklarata. Ata dinjitet. Dhe dinjiteti nuk Shqipëria, rrof demokracia, rrof populli shqiptar. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re.
tjetër kam folë dhe një tjetër jam studenti 91-it dhe përderisa vi për të disa herë në disa protesta dhe kjo protestë shpesh tregon që ky sistem pas 35 vjetësh më ka deziluzionuar. Atëherë, ku duhet drejtohemi neve? Çfarë kam kuptuar unë dhe çfarë kemi kuptuar gjithë ne, prandaj ky popull është në. Këtu janë në fuqi komunistët akoma. Ky sistem u ka lejuar atyre trashëgimin. Dhe këta mund t'i quhen post-komunist. Raqa akoma me e keqe, me e djallëtuar. Çfarë ka ndodhur? Ne duhet i drejtohemi të gjithë komunitetit evropian. Në qoftë se ti do të na fuzësh në qirin tënd, si mund të na fuzësh me disa komunistë dhe post-komunistë që kanë vrarë, vjedhur dhe plaçkitur fondin e tyre? Post-komunisti! Është një thënie e Stalinit. Populli voton, ne numërojmë. Atëherë ky që gënjen dhe mashtron, që thot kam 800.000 vota dhe kam të drejtën ligjore të qëndroj. Shumë mirë. Atëherë nëse ky ka 800.000 vota, 500.000 ka PD-ja, 500.000 ka partitë të tjera. I thon 1.800.000. Atëherë ne duhet jemi një popull prej 10 milionësh. Atëherë pse nuk e kupton Europa? Po për bashkëpunuse me këta maskara, bashkëpunuse. Pse nuk e kupton që ky mashtron? Atëherë, ti drejtohemi Europës dhe i thami, të lutem, shikoj këtë popull, se këtu s'ka asnjë organizim, këtu është vetëm populli, rrof populli shqiptar, po kriminallat dhe mashtruesit. Rama, jepën dorëheqjen! Rama, jepën dorëheqjen! Rama, jepën dorëheqjen! Rama, shtuku nga përpara komunit, nuk e i denjë për qeverisur të natë. Ka të shenjë dhe këtë popull fizik, është populli shqiponjave. Më në fund e marrë se që është populli shqiponjave. Motra dhe vlezër, kam një mesazh për diasporën. Dje kanë qenë protestues mos plak. Ju bëjnë një thirrje, Shqipëria ka nevojë sot më shumë se kur për ju. Unë e di që jeni patriot në shpirt, siç jam dhe unë, dhe koha ka me tregu. Por patriotizëm nuk është vetëm flamuri, nuk janë vetëm fjalë të bukura në internet. Patriotizëm është kur Shqipëria ka nevojë dhe ne përgjigjemi. Ju bëj thirrje ta mirë kuptoni. Të konsideroni, jeni popull i zgjuar. Qeveria ka fut gjithë mekanizmat me përçakët protest. Tregoni zgjuarsi. Bashkohuni me gjithë ne. Edhe në qoftë se ka spiun e pislik te ju dhe këtu, bashk nuk në artojnë bot. Edi Rama, ti ke thonë që nuk do japësh dorëheqjen derisa dush vetë. Ti ke thonë që ke marrë 800.000 vota. Zoti kryeministër, Vladimir Putin merr 75% votave. Zoti Putin, Xi Jinping, merr 80% votave. Zoti Edi Rama, Enver Hoxha ka marrë 99.7% votave. Por është e çfarë? Më ka ardhur ndërmend Musime Kokalari, për gjithë ata që nuk e dinë, është një shqiptare mirë njohur, shqiptare patriote, që është burgos për 15 vite. Nga një sistem si ky, Musime Kokalari i tha Enver Hoxhës, pasi e pa që po ishte patriot, intelektual, inxhinier, po i largohej nga Partia Komuniste. Zoti kryeministër, me Kovaç dhe Teneqeqi të ndërtoj Shqipërinë? E si për ironi të fatit i lutëm, mediave të fokusojnë pak fytyrën e kryeministit Edi Rama, ku ka si për ironi Teneqe dhe simbolet e Partisë Komuniste. Populli sot quhet Musime Kokalari, sepse ne po e pyesim sot Edi Ramën. Me kë bot Shqipëria, zoti kryeministër? Me kryetar akademi shkencash që nuk dinë përdorin kompjuterin.
me kryetar Akademi Shkencash që akuzohen si djem të ekzekutorëve të Maksakrës Tivarit, me kryetar Akademi Shkencash që thonë që arshivë është 1400 vjetë sinkron me Sërbi, ndërkohë që institucionit e Zvicrës dhe të Amerikës thonë që është minimumi 6.000 vjetë. Dhe ky është Skënder Gjinushi. Skënder Gjinushi, motra dhe vlezër, që sot e kena kryetar akademie në protestat që ndoshta ju nuk i bani mend të 90-mishit kur është rrëzu regjimi komunist, ka qenë krah për krah Ramit Alin. Zoti Edi Rama, me këtë do e bësh Shqipërinë, me ministre që i duhen 10 vjet me e kuptu që si e Skënderbeu, por që je Hamsaj, si e Elisa Spiropali, buri i të cilës ka marrë 100 miliona euro tendera publik. Me këtë do e bësh Shqipërinë, zoti kryeministër. Apo me Pandeli Majkon, u shujtën e çdo parti e sistemi qeverie nga Nasenishi dhe që akuzohet që ka 5 milion euro në kompani offshore Qipro. Apo, zoti kryeministër, do e bësh Shqipërinë me personat që ke fut me bo reformën drejtësi, të cilën janë të akuzuar dosje të pak, si 134, 189, si Ultimaria. Pra, zoti kryeministër, si që shikon dhe vetë, ky popull pas në një kronologji të ngjarjeve. Ne të bëjmë thirrje të reflektosh, të bëjmë thirrje mos të derdhër gjak këtë shesh, se çdo pikë gjaku që ka mundur këtu, do shkruhet te regjistri i historisë. Zoti kryeministër, reflekto për hir të vajzave, djemve, të shqiptarëve, se ti je shqiptar do apo s'do ti. Kam një thirrje për Parlamentin Evropian. Ne jemi popull evropian dhe kjo protest e ka demonstruar mas miri. Ju lutem, të gjithë eurodeputetëve, mani një qëndrim, pozicionohuni krah të popullit më evropian dhe jo një diktatori. Kam thirrje dhe për ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Eric Wend, ai ka një kulturë ushtarake dhe e kupton. Zoti Erik, kur një diktator e shtyp popullin e vet, cila është rruga që mund ta rrëzdojmë atë diktator? Ne e dimë që është protesta. Dhe ne kena protestuar deri në fund. Të lutem zoti ambasador, para ndaloj çdo konflikt. Shqiptarët e Shamërinës, shqiptarë që janë të çdo tre. Përtholin sot, Burkina qeveri kundërshtare, qeverion mike. Ju bëjnë thirrje ta bashkoni nga çdo tre shqiptare të arsojmë këtë diktator. Ja ftyra, ja lobët komuniste, ja kush është ftyra, ja kush është ftyra jonë. Ne kena ftyrë me rrulla, ftyrë me halle, se kemi jetu me sakrificë. Nuk kemi shku deputet 130 kile e nuk kemi dalë Kim Kardashian. Prandaj, zoti e bekov Shqipërinë, ju lutem bashkoni ku do jeni. Rama në burg me Berisha në burg! Rama në burg me Berisha në burg! Me mbrëma të nderuar miq, me mbrëma në veçanti diaspora, që i tregua ti kryeministri që jemi të gjithë të bashkuar. Unë sot po flas Sinan me familjen e emigrantë. Falë se tim presim çdo natë telefonatat me madh. Presim ato dhimbjen e madhe për fëmijët, për ne i përcjellin për emigrim. Nuk e di, a do kemi kohë të takojmë përsëri, a do jemi apo nuk do jemi. Ky kryeministër i çmendur që ne kemi, na i largoi fëmijët tanë, i la prindrit vetëm këtu, dhe pa pikën e turpit e thot, i keni lënë prindrit të vdesin këtu vetëm, po ti more i çmendur, ti i lën prindrit vetëm, ti i ke lënë fëmijët të rrugëve të botës, sepse ti nuk ju dheni të ardhmen në këtë vend. E qitri ninja, falenderit. E qitri ninja, po largohet sepse këtu nuk ka të ardhme. Ne kemi një rinit
të mrekullueshme, të mirë shkolluar. Ku janë sot fëmijët tanë? Ku janë djemt tuaj? Çfarë po ndodh me këtë vend? Ndaj një thirrje të madhe për gjithë rinin. Ktheuni në vendin tuaj, ta zhdukim këtë diktaturë që na ka helmuar, na ngulur se ai pari keq që nuk dim ta zhdukim nga ky vend. Ish Shqipëri e madhe. Ish Shqipëri e madhe. Mos u dorëzoni nga përçarjet. Ktu po flet kryeministri, jo serb, jo grek, jo ku ta diun se çfarë do të dalë nga situata. Po ta shikoni ai ka që kur ka filluar protesta, ka ikur nga memoria. Nuk e di se çfarë thot. Ai vuri se gjinen në parlament, kujtoi se ne do mbani mendjen te shifrat e Zexhines që nuk dini flasin dhe do merreshim me Zexhinen. Po harroj që ky popull e ka mendjen në vend dhe sot nuk toleron më absolutisht asnjë njeri. Poshtë e Rama në burg meriton. Elion Filia e në ken, Prita Ramën se po të vjen. Filita Malluku në burg. Është drejtësia. Po të kishë parë një nga ju, një gabim më të vogël, sikur një vjedhje të vogël, do ishit të gjithë në burg. Kurse zonja Belinda nuk shkon në burg, që ka vjedhur miliardat. Por nuk e di. Jam shumë kurioze të di. A mendojnë që ata do vdesin një ditë, apo kujtojnë se do jetojnë 1000 vjet? Jo, mërë jo, 2 metrë dhe mati kur ftisni ju s'do ketë as vend të s'keni lënë më vende. Është një turp shumë i madh. Andaj të gjithë shqiptarëve, unë ju bëj thirrje të bashkoheni sa më shumë dhe të mos shpërbëhet kjo protestë. Shqipëria është e shqiptarëve, s'ke tradhtarëve. Rama në burg, Belinda në burg, edhe diçka. Një të Taulant Paulos, po jem burg, hajde me këtë protestën tonë. Faleminderit. Njerëzit më të bukur që unë kam parë ndonjëherë. Unë nuk jam sot të flas si një personazh këtu, por jam të flas për gjithë rinin. Për gjithë ju që keni zgjedhur të ikni, të shkolloheni jashtë, sepse vendi juaj nuk mund t'ju sigurojë këtë të ardhmen. Zoti kryeministër, unë kam diçka për të thënë. Sot ne nuk jemi këtu vetëm për të protestuar. Jemi këtu sepse zemrat tona janë të mbushura me dhimbje, me zhgënjim, por dhe me shpresë. Jemi këtu sepse kemi ëndra që nuk duam t'i varrosim, dhe një të ardhme që nuk duam ta humbasim. Sa herë kemi dëgjuar se jemi ardhmja, por ne po jetojmë në Shqipëri, po luftojmë sot, po përballemi me vështirësi, me mungesën e mundësive dhe me frikën se ëndrat tona do të mbeten vetëm ëndra. Shpesh, shumë prej nesh kanë menduar të largohen, jo sepse nuk e duan vendin e tyre, por sepse duan një jetë më të mirë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe, të duash një vend me gjithë shpirt dhe të ndihesh sikur ai po të largon. Por sot, ndërsa e shoh gjithëve ju këtu, shoh diçka më të fortë. Shoh guxim, shoh zemra që ende besoj. Shoh të rinj që nuk pranojnë të heshtin përballë padrejtësisë. Ne nuk jemi këtu për të përçarë. Jemi këtu për të kërkuar të drejtën tonë, për të dëgjuar. Jemi këtu për të thënë se jeta jon ka vlerë, se ëndrat tona nga vlerë dhe zëri ynë do ngrihet akoma dhe më fort nëse ju do heshni. Një ditë, kur të kuptojmë gjithë këtë momentin këtu, do të mbajmë mend se sa të lodhur ishim, por mbi të gjitha se sa të bashkuar ishim. Nuk do të mbajmë mend frikën për kurajon që nuk u dorëzua. Dhe nëse sot zëri ju ndridhet nga emocioni, le të dridhet, sepse është zëri i një prezi që ende shpreson. Është zëri i të gjithëve ne që ende beson se ndryshimi është i mundur. Le të mos e humbasim shpresën. Shohuni nga kafja dhe bashkohuni me ne. Rinia është ardhmja e këtij vendi, zoti kryeministër. Keni marrë fund. Faleminderit. Ama jepe dorëçe, ama jepe dorëçe, ama jepe dorëçe. I lutem mos harroni se jam në famshëm. Motor of Laser, Mirë Rama.
Unë jam Petra Medi që vi nga Britania dhe bashkë me përfaqësinë e diasporës, ne organizuam ardhjen në Adhe, nga toka, nga ajri dhe nga deti për qenë këtu me ju. Edi Rama unë lemerit kur pas dhërën e diasporës që po vjen këtu. Kam marrë një lanqim nga Edi Rama dhe nga gjithë entourazhi i tij se tu nga bëjnë me baltë. Por unë bim nga një familje patriotike, kur gjyshim mas kryengritjes së postribes në 1948, strehoj një nga pinjollet e familjes Kazazi, që organizoi protestën e pastribes dhe kur komunistët e kuq e zbulun se ku është i fshehur, ai vendosi që ta kaloj përmes autokolonës, përmes grupit të partizanëve komunistë të Kura Baqallekut dhe rrezikoi për marrë plumin ballit dhe e kaloi. Kur gjyshim mori rrezikun sy për të shpëtuar jetën Kazazit, pinjollit të famshëm, mus me 3 balta e komunistave. Ai ka bërë një autogol, sepse përkrahja diasporë është rritur dhe më shumë. Dhe ne po riorganizohemi që të ulemi jo vetëm shqiptarët e Britanisë, por shqiptarët e krejt diasporës dhe do janë ndish Krist me shpejt. Unë dua gjithashtu të përgëzoj edhe grupin nismetar të kësaj proteste. Që nga dita e parë në Londër, në tempullin e demokracisë ku ka një traditë shekullore, unë kam thënë se nuk ka protest geopolitike. E përgëzoj grupin sënde që u përnësua shumë qartë, që ka protest është politike, që kërkon tërheqjen e qeverisë pa kusht. Protesta, pa ky grup dhe gjithë ju, së bashku me diasporën, kërkojmë një qeveri teknike për që cila do mandatohet për 12 muaj për të realizuar të gjitha proceset demokratike. Dhe ndjejmë ndërmjet kryesorët është ndryshimet kushtetuese, sepse me këtë kod elektoral që kemi, zotërinë së rrelit do e përcjellim nga këtu në banesën e fundit. O e ndryshojmë kodin elektoral dhe demokratizojmë Shqipërinë, ose përndryshe do të rrezohemi njëherë për çdo kohë. Ndaj, i kërkojmë Edi Ramës dorëheqje dhe vetëm dorëheqje. Ti erdhe këtu si shpresa, por të ikësh me turp. Ndaj, dorëheqje, dorëheqje, dorëheqje. Dita e 23 e protestës, 23 ditë qëndres, 23 ditë shpres. Faleminderit gjithëve që u mblodhën këtu kundra kësaj qeverie. Kemi korrur fitore pas fitore, por nuk duhet dorëzohemi deri në qëllimin final, dorëheqjen e panegociueshme të kësaj qeverie. Historiani Noel Majkoj më thotë shqiptarët janë rebel dhe të mbjetuar. Pikrisht atëherë kur mendon se janë dorëzuar, atëherë tregojnë se janë gjallë. Ajo çfarë na ndan është shumë e vogël se ajo çfarë na bashkon. Le të qëndrojmë bashkë deri në realizimin e kërkesave tona. Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje. Atëherë Mirëmbrëma të gjithëve, është një favor jashtëzakonshëm të flasim këtu përpara syve të 10 milion shqiptarëve. Asnjëherë Shqipëria nuk i ka pas syt, diaspora nuk i ka pas syt nga ky shesht. Nga ky shesht i pret shumë nga ne, pret shumë nga të gjithë kush është i përfshirë në këtë protestë. Nuk presim asgjë nga Edi Rama dhe nga shpora e tij. Sot Edi Rama na doli krah për krah
me shefliun e grave të Francës. I shkreti me zhiga e zëtë një plak, ty ka në një 5-6. Atëherë, për ta fillu do ta filloj me një parull, kushtua Edi Ramës. Të gjithë së bashku, Edi Rama o palësh, gjepa plot e barku në bosh. Edi Rama o palësh, gjepa plot e kokë në bosh. Faleminderit. Atëherë, ju të gjithë e dini se kjo protest, se kjo lëvizje ka gjallë shpresat e miliona shqiptarve, po them miliona nga Australia, Zeland, kudo që ka, jetë të gjallë ka dhe një shqiptar aty, që sot të gjithë e kanë shrymë këtu. Tani, mund më bënë përshtypje se kyna ka nëzirë fajtor një algoritm. Po çfarë t'i bëj unë kur algoritmi më del Edi Rama? Në 6-5 hap telefonin, thot Edi Rama me Belindën vodhëm ka. Ai ka 25 vjet kryetar bashkie dhe 25 vjet vetëm ka vjedh këtë popull. Dhe asnjëherë nuk ka bën. Asnjëherë nuk ka bën një transparencë, sepse duhet ta deklarojë pasurinë. Duhet të shprehë një gjatë tjetër. Këto ditë i papi hiqen ca gardishe. Janë hek shumë pak. Në Shqipëri ka miliona gardishe që duhet të hiqen. Duhet të shkatërrohen të gjithë ata që kanë zatuar pasurinë e popullit. Or kanë bërë tece, e kanë bërë hece, e kanë zatuar numej, kanë shkatërruar numej, kanë tharë numej, kanë tharë fusha e lukina të gjithë, i kanë shkatërruar. Unë jam ndërta që kam luftuar për mbrojtjen e Thetit, për mbrojtjen e Erdjollit, për mbrojtjen e hidrocentraleve të Myrkitës, për mbrojtjen e hidrocentraleve të ato që ndërtojnë bilumin mak. Dhe do t'i mbrojmë deri në pikën e fundit të jetës tonë. Mendoj që kjo lëvizje ere që është të kalojë urgjent në lëvizje politike. Dhe kjo lëvizje politike të filloje nga viti 0. Për shqiptarët kjo lëvizje është fillesa e vitit 0. Çdo thot të fillojnë nga viti 0. Nuk është të thënë që ne do të shkatrojmë si shkatrojmë në natjetën, ata që kishim ndërtuar para shumë vitesh. Jo, ne do të fillojmë nga viti 0, duke i dhënë popullit ato që është vjellë. Do të konfiskojmë pasurinë e hajdutëve. Do të kthejmë pasurinë minerale të popullit. Çdo kilogram bakri krom që do të shitet të kalojë aty në peshorën e shtetit. Pra, ky do të fillojmë nga viti 0 në emërtimin e çdo gjëje, në shtukin e komunizmit. A dini shoh që në Tiranë 90% e emërtimeve janë komuniste. Rruga që Malstafa, shkolla që Malstafa, 21 dhjetori, 500 shtanto, të gjithë kanë heroj, po asnjë s'ka dhënë kontribut në luftë. Janë heroj të Enverit, nuk janë heroj të vërtet të popullit shqiptar. Prandaj, kjo është domosdoshmëri e kësaj lëvizje, e këtij grupi nisëtar që i bekov Zoti, se ma thot me se të gjithë ta do t'jenë të gatshëm për t'i prirë përpara. Edhe e funi për ta mëllë. Rast se Stafi nuk ka prirës, Mirdita ka prirës, 500 vjetë e ka mbrojt tokën, e ka mbrojt teritorin nga asnjë kushtues. Prandaj i bëjnë thirrje të gjithë juve. Mirditorët do t'ini në sot të prinë, ta nxjerrin Shqipëri nga situata. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma rinia më e bukur e Shqipërisë dhe botës. Tani për të sqaruar diçka të vogël, gjithsekush që del dhe flet, ka të drejtën të thojë mendimin e vet. Besoj që ju sot keni marrë një deklaratë nga grupi që merret me mbarvajtjen e protestës dhe kërkesat janë shumë të qarta. E para është dorëheqja e kryeministrit, patjetër që ne nuk jemi këtu për të bërë parti politike, ne jemi këtu për t'i dhënë një faqe të re Shqipërisë,
dhe jemi këtu për të kërkuar një kontratë të re sociale të qytetarëve me shtetin, ku mos t'jem më vetëm 140 deputet që do vendosin për fatet tona, ku mos t'jem më vetëm 2 persona që emrojnë deputet me listat mbyllura për të vendosur për fatet tona, por të kemi ne të drejtën për të vendosur për fatet tona, dhe se si kjo do sillen absolutisht që do jenë edhe ekspertët që do japin mendimet e tyre dhe që do konkludojnë në kërkesa juridikisht të sakta. Fakti që Kushtetuta e Shqipërisë e njeh referendumi, por këta për të mos lejuar ne që të kemi zot e fortë, i kanë manipuluar ligjet dhe ne këtë do e ndryshojmë nga këshesh. Çdo orientim që do marrë protesta, do jeni ju ata që do vendosni, siç e keni vendosur për këto 23 ditë. Absolutisht që zëri juaj do dëgjohet deri në fund dhe nuk do jetë askush që të negociojë në kurrizin tuaj. Kam edhe një thirrje për gjithë ata që mundohen ta përçojnë protestën, që kjo protestë është përtej gjitha bindjeve politike, është përtej gjitha bindjeve fetare dhe përtej çdo dasie krahinore. Ne jemi këtu për Shqipërinë! Ju bëj thirrje të gjithë atyre që kanë dëgjuar një deklaratë të keq interpretuar, që ne nuk kemi asnjë ndarje fetare dhe krahinore. Ndaj duhet jemi të gjithë bashku këtu, për te gjithë atyre të shëtlemave që mundohen në të randajnë. Ne nuk jemi këtu për zgjidhje Palestinë, Izrael, Amerikë. Ne jemi këtu për të pastruar shtëpinë tonë, Shqipërinë. Ndaj duhet jemi çdo ditë më shumë, çdo ditë më të bashkuar dhe mos lejojmë propagandën e qeverisë që na përçojnë. Rama burg, Berisha burg, Rama burg, Berisha burg. Dhe diçka, se na qytën si këngë, Rama jep tërheqjen, t'ja themi me seriozitetin maksimal, Rama jep tërheqjen! Një mbroma Shqipëria ime! Një mbroma revolucioni I paqes dhe I drejtësisë! Bashkimi jon e çon Shqipërinë në rrugën e vërtetë! Zoti e bekof populli shqiptar! Zoti e bekof Shqipërinë! Rama burg, Berisha burg! Rama burg, Berisha burg! Rama burg, Berisha burg! Ju falënderoj. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam e sigurt që gjithë ne sot kemi 1001 arsye për të protestuar. Por unë sot do të shkëput një nga ato arsye që është themelore. Arsimi. Arsimi pa universitar sot është rrezik. Dhe nëse themelet janë të dobta, nuk mund të presim universitete të forta dhe asnjë shoqëri të zhvilluar. Sot kemi 1000 arsye për të folur dhe për të plotësuar dhe për të protestuar për arsimin. Problemet janë të shumta dhe shumë prej tyre vazhdojnë të mbeten të pasgjidhura prej vitesh. Shqipëria po përballet me rënien e numrit të nxënësve për shkak të emigracionit dhe të kurjes së popullsisë, ndërsa cilësia e arsimit mbetet një shqetësim serioz. Sot kemi ende shkolla ku ambientet dhe infrastruktura e tyre të lë për të dëshiruar. Kurrikulat janë të mbi ngarkuara. Degët e mësuesisë nga viti në vit po regjistrojnë një numër gjithnjë më të ulët studentësh. Jemi përballë një emergjencë kombëtare për mësuesit. Nesër nuk do të kemi më mësues.
Arsimi është investimi më i rëndësishëm që një shtet bën për të ardhmen e tij. Sot kemi 1000 arsye për të protestuar. Për arsimin, për shkolla më të mira për fëmijët tanë, për mësues më të vlerësuar, për kurrikula më të dobishme dhe më të mira, për mbi të gjitha, për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Sepse kur shpëtojmë arsimin, shpëtojmë të ardhmen e vendit tonë, Shqipërisë. Faleminderit. Shqipërinë! 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 Nëse nuk vini nga të shef protestoni, mund ta merrni protestën me vete kudo që jeni. Vendosni një flamur në shtëpiat tuaja, vendosni një pankartë, ku shprehni revoltën ndaj kësaj qeverie, merrni protestën me vete kudo që jeni. Qëndrëstar në ditën e 23. Sheshi më i bukur në vend. A jeni lodhur apo jo? A doni të ikni në shtëpi apo jo? Bravo, mirë atëherë, po bëjmë pak nxemje së bashku. Me himnin më të bukur. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Po, nuk është vetëm Rama që duhet i largohet. Ne jemi këtu për të përmbysur të gjithë plasën politike. Raman pur, Berishan pur, Raman pur, Berishan pur, Raman pur, Berishan pur. Sepse ne jemi këtu që vendimarrjen politike ta kemi ne, prandaj duhet referendum, 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 referendum. Teksa ne protestojmë për 23 ditë me radhë, qeveria ka nxjerrë për konsultim publik projektligjin për taksimin e pasurive të patundshme, ku do të rrisë taksat për ne, që do mbush buxhetet e bashkive që kanë vjedhur dhe që janë spak, dhe që do të zerojë taksat për oligarkët që do të ndërtojnë në zona preferenciale. Turp! 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 Por, gardet po bien nga do Shqipërisë, gardet po bien nga Zvërdeci në Rjoll, nga Rjolli në Kagome dhe kudo tjetër. Dhe kjo është merita juaj. I vetmi gardh që nuk do të bjerë, është gardhi që ne po i bëjmë këti, derisa ky të iki në shtëpi. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Ne jemi këtu për studentët, ne jemi këtu për të rinjt, për të gjithë ata që ikin se nuk gjejnë shpresë në vendin e tyre. Ne jemi këtu për nënat, për fëmijët, jemi këtu për mjekët, për mësuesit, për punëtorët, për diasporën, për të pambrojturit. Ne jemi mbrojtja e tyre. E mbani mend, sigurisht që e mbani mend, se partia ishte. Tupimi gjigant, ku bashkëndetarët tanë u bashkuan. Si tha kryeministri, nuk po e citoj ashtu sepse është jo etike, por po them dhe e mbani mend të gjithë, tha që shqiptarët nuk ngrihen. Unë dua të kthehemi dhe t'i drejtohem të hapat të dritaren aty të ngreja do grillat
edhe ta pyes, a ngrihet populli shqiptar apo jo në maskara? Ju jeni ardhja e këtij vendi. Zoti ju bekoft Shqipërinë, po e mbyllim së bashku edhe një herë me himnin tonë të botrorit që bëhet këtu në shesh, dhe që është më i bukuri sepse ju, ne jemi kampionët e këtij botrori. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, ju dua! Ramandur Berisha mbu! 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 Arsyeja pse hapa fjalimin me këtë është sepse ne besoj gjithë jemi me sterë dhe deklarojmë hapur që kjo klasë politike duhet zhduket një herë më parë nga ky vend. Është vetëm një zgjidhje për gjitha problemet që kemi ne si shqiptarë dhe si vend. Ja nisën me ligjet për shkatruar arsimin, shëndetësinë, dorën ligje për shkatruar familje, me trajtime hormonale ku diu se çfarë vend me një këtyre, edhe tani duan ta prekin territoret tona. Por shoku Rama, po them shoku Rama sepse ju jeni gjithë komunistë, bashkë me Berishën. Ky mur ka ngjyrën e kuqe me një shqiponjë zez, që do të thotë, nëse preken territoret tona, do bëhet deti gjak, do bëhem ne shqiponja, dhe deti do bëhet gjak. Edhe diçka tjetër, kemi parë që jemi quajtur revolucioni flamingove, jam shumë dakord. Por besoj që më mirë duhet quhemi revolucioni i shqiponjave, sepse tu ka vetëm shqiptar dhe shqiptarinë e përfaqëson shqiponja kuqazi. Tani nuk duhet ta zgjas shumë, por duhet ta mbyllim me atë hitin e bukur. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Zoti bekoft Shqipërinë, Zoti bekoft shqiptarët, dua Shqipëri dhe Shqipëri do të mbetet sot e përgjithmonë. Faleminderit! Revolucion, 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 revolucion. O popull shqiptar, o Edi Rama, o Sali Berisha, do t'ju flas për ligjin 21/2024. Anulloja atë ligj se ai ligj ka për t'ju rënë kokës. Do t'ju flas për paketën e maleve. Anulloja atë ligj se ai ligj ka për t'ju rënë kokës. Do t'ju flas për reformën zgjedhore, bashkëpunimit që kemi bërë bashkë. Anulloja atë ligj se ai ligj do t'ju bjerë kokës. Edhe së fundi, dua t'ju flas për marrëveshjen që bëjnë këta që ditë për ditë duan të na përçajnë. Përpara 2 ditëve, ndërkohë që populli ishte këtu plot bashkë me diasporën në datën 19, këta kanë thirrë listën e paketës së maleve, kanë thirrë vendet me prioritet për të ndërtuar aty. Anulloja atë ligj, ai ligj do të bjerë Protestat në Londër. E tuaj këtu, nuk jeni vetëm! Ajo që nisi si shkëndi prej pandëshkueshmërinë, që ka kryer fjalë korrupsionin, që ka kryer fjalë trajtimin e qytetarit si spektator në vendin e vet dhe në tokën e vet.
Dy fjalë lejoni të them. Për se cilin skandal që ndodh këtu, ka një grup njerëzish që i shikoni nga mëngjesi në mbrëmje ekraneve edhe pjesa më e madhe e tyre, për se cilin skandal që qeveria bën, do të dëgjoni disa prej tyre që thonë korrupsioni nuk e shpiku Rama. Për çdo krim që ndodh këtu do të dëgjoni thonë se krimin ne kemi importuar nga Europa. Bojkotojnë ata maskarej, ata nuk ju përfaqësojnë ju, ata nuk e njohin hallet tuaja. Tani, ne nuk kërkojmë ndërheqjen e këtij që t'i ky dhe t'vi dikush tjetër. Kërkojmë përmbysjen e një sistemi që më në fund dhe jap fund tranzicionit 36 vjeçar, më në fund do të krijojë mundësi për një Shqipëri vërtet demokratike, për një Shqipëri që nuk i përzë bite vetë, po i mban këtu ngjyrin e saj, pranë prindërve, pranë vëllezërve, pranë motrave. Mirë ku ne nesër mund të kthehemi. Faleminderit. Rros Shqipëria e lirë, rros populli shqiptar. Shqipëria e re. Të nderuar bashkëkombës, atetar, ju jeni sot Singapori është një ndër venet më të filluar të rruzullit toksor. Cili është shkaku që të rinjtë të treja tona largohen për dit në Europë? Cili është shkaku që akademikët në korrupsioni, prandaj themi ne Rama ik, Rama e ke vendin në burg, po të pret Erion Velia, Rama në burg, Rama burg, Berisha burg, Berisha burg. Nëse ne kërkojmë një të ardhur, ta dim se kjo protest është për të mirën e gjithë bashkëkombësve tanë, ata që kanë të gjithëve. Deklaratën për këtë proteste dhanë Ushtaraku Goxha në fillim. Unë kam vetëm 2 fjali për të ndarë. E di si e priti ky shteti korruptuar diasporën tonë kur dam lajme se do vinte diaspora, duke ulur kursin e këmbimit. Kështu e priti diasporën. Turp me gjobat maksimale. Mbi 125.000 lek ose 450.000 lek. E papranueshme që pitan dhe gjopiten me gjoba maksimale. Turp! Rama lipe dorheqen, Rama lipe dorheqen, Rama lipe dorheqen, Rama lipe dorheqen. Rama na kesh korruptuar më shumë se ai i shkolluar dhe me virtyte. Kjo ndërheqje më shumë se kur nuk është thjesht një kërkesë politike. Është vetej për të rikthyer drejtësinë, dinjitetin dhe vlerësimin që gjithë ministri. Kryeministër, ky është fundi juaj, sepse ardhmja jemi ne. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Do t'jelën kjo protest shënoj fitoren e radhës. Kardi nuk ka kome
ky represion nga këto personime që po bën. Policia po kthehet në institucion represioni dhe jo në një institucion që mban në këmbë të drejtën. Vera po vjen, temperaturat po rriten, po siç thot kryeministri, ne s'kemi kohë për pushim. Le ta shporim këtë qeveri. Dhe nëse do shkonin plazhe, shkoni ashtu si ka kome për të rifituar hapësirat publike, shemni gardet, si në Rio, si në Zvërnet, si në Kakone. Që kur kam lindur, me historinë e kombit dhe popullit tonë, unë jam ndjerë se isha në shtëpinë time. Të kem folur për ju, edhe në qoftë hera e fundit në këtë shesh, është nder për mua sepse ju jeni nderi dhe krenaria ime më e madhe. Në asnjë vend të botës, unë nuk mund ta përfitoj veten të lumtur nëse nuk jeni të lumtur ju. Askund s'mund të jem krenare nëse s'jeni ju krenar. Intelektualët e vërtet kanë qenë këtu me ne në këtë shesh. Intelektualët e vërtet jeni ju që e keni ndërtuar këtë vend me punën dhe djersën tuaj. Çdo kush tjetër që përpiqet të fsheh nga vjen dhe thotë se është intelektual me kontribut jashtë, mediokratetit tuaj i ka ardhur fund. Nuk ka shqiptar që se arrin dot atë që do, që të shkon dot e një resort apo dhe një tjetër. Kemi në krye një tuf hajdutësh dhe oligarkësh që mendojnë se mund të blejnë gjithçka apo bën çmimin gjithçkaje. Po ne nuk shitemi, ne nuk blihemi. Nuk blihen vlerat tona, nuk blihet historia jonë, nuk blihet identiteti ynë. Sot, më shumë se kur, nuk mund të mohohet rëndësia e mbarvajtjes së politikave për kombin shqiptar si një faktor kyç për mbarvajtjen e politikave për rajonin dhe më gjerë. Po arrim dot këtë me një tuf politikanësh të babzitur, politikanë që lejojnë bijtë e këtij vendi të vriten dhe torturohen për burgjet e botës, dhe që s'mbajnë asnjë përgjegjësi, jo vetëm për edukimin e tyre, por as për burgun e tyre më, që s'din të bëjnë as mirë as keq, janë përtejt pavlerës. As Marksi nuk do i quante Dua Lipën apo një artist tjetër pronë të shtetit apo merit për t'ja anashkaluar përgjegjësitë e tij të vërteta. Asnjë artist s'do e lejonte të trajtohej ashtu nga kryeministri. Asnjë grua nuk do e lejonte atë që ka lejuar Belinda Balluku të ndërtojë një autostradë pa hekur. Sot, pas këtyre protestave, jemi më të sigurt, më të qartë se Shqipëria i përket një të ardhmëje të ndritur dhe me fuqi më të madhe. Dhe është përgjegjësia jonë të ndërtojmë dhe kontrollojmë këtë fuqi ndaj vetes, por përgjegjësia edhe ndaj botës. Ne sot nuk jemi më faktor të ngrirë politik. Dhe si faktor ju të ngrirë politik, që ndërrojmë për një Shqipëri ku udhëheq vullneti i njerëzve dhe i ligjit, ne kërkojmë zgjedhje të parakohshme kombëtare, ku të përfshihen të gjitha trevat kutash shqiptare dhe ku të jemi të gjithë të përfaqësuar njëtrajtësisht në parlament. Shqipëria do të jetë Amerika e re, Europa e re, vendi ku ju keni kërkuar gjithmonë shpresë. Do jetë tani shtëpia juaj. Rosh Shqipëria, roshin shqiptarët. Unë jam Stacey Suzaj dhe si shqiptare dhe si çdo shqiptar, çdo gjë këtu ndjej se e kam amanet nga shumë kurse nga ata që i përsojnë tash po shesin çdo gjë. Por shqiptarët të kthehen dhe tokën e gjetën këtu sërish. Dhe kudo që të kthehen, shkojnë prapë, do mund ta thonë se janë krenarë që janë shqiptarë. Sa për ju të tjerët, gjeni se ka keni ardhur, por ditë ju them që e drejta jonë në tokën tonë, ashtu si e të gjithë në tokën e tyre, ju bën të digjni vetën. Faleminderit. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju përshëndet zgjedhjet, unë jam përfaqësues i Rjodhit, tash sa kam marrë nga Amerika, kam marrë të përshëndet gjithë juve, ju falenderoj për linjën që më keni dhënë. Nga një shteti shërë me popullin e mas banë kokë stone. Sa ta të një disa, po sa ta është populli e roftë rinia, e
në buk Rama, në buk Berisha, se janë kriminellet e kopit shqiptar. Ata hajduda, maskar. E ka emrin Sëmërat dhe është e të qishume, është kundra këtia. Prandaj të gjithë këtu jemi me një qëllim. Rama je për tërheqjen. Është kënaqësi, unë si emigrant kam qenë ditën e 8 këtu, edhe ndihem vërtet shumë i kënaqur për jush. Është kryeqyteti, është rinia që e mba gjallë këtë revolt, këtë indignat ka të thellë kundra një kryeministri delirant, ordiner, i cili ka arritur deri në fazat më të fundit të vendoj popullin e tij. Prandaj neve jemi vetëm me një qëllim. Rama jep tërheqjen. Nuk ka negociata, nuk ka as edhe një diskutim tjetër. Rama duhet shkoj drejt burgut bashku me Sali Berishën. Rama burg, Berisha burg. Rama burg, Berisha burg. Edi Rama Kamaru. Edi Rama Kamaru. Ede Sala Kamaru. Raman burg, Berishan burg. Raman burg, Berishan burg. Raman burg, Berishan burg. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. I Rama bashkët e tonë, unë që atë të në kolega nga rëmbimu. Kam 35-36 jetë emigrant, dhe atje ku punoj, unë jam i huaj. U thajën me gjindje, po prap i huaj jam. Prandaj bajthirë e rinisë shqiptare, mos e praktisht në Shqipëri, mos më gjeni si unë, u thajën. I thajën rinisë shqiptare, të rije këtu, të mbështeshi në Shqipërinë. Prandaj, mos e praktishin edhe këtë protest, derisa zotia këtu t'japi tërheqje. Edhe ju thënë, tërheqje. Faleminderit. Mirëmbrëma Shqipëria! Mirëmbrëma Emilia! Mirëmbrëma diaspora! Të gjithë ju të rinj e të rinjat, që i dhatë Shqipërisë të mesazh të rregullueshëm, të gjithë Evropën e botën, jeni njerëzit më të papostur të gjithë botën. Ne jemi krenar në Shqipëria të njerëz me potencial të madh. I tregojmë botën dhe Evropën që Shqipëri ka kalori, ka rini, nuk ka me diktatur, do ta heqim ne diktatur. Ja dhe kjo herë me bukur që drejton, është me Shqipërinë me të rinjtë dhe me të rejat, shqiptare që i njerëzit me këtyrën e këtyrë të rinjët të të rejave. Unë e quajmë në vrunë të ne ku biga e shatat e lushjet. Biga një vend i shpillur i bujqësisë shqiptare. Por, neve i sot për sot jemi të traktisu komplet nga qeveria. Nuk marrim subvencionimet. Qëmrimet i kemi të larta. Duhet të shesësh 4 kujtal grur, ose 4 kujtal misë të marrë 1 kujtal ple. Prodhimet tona shqiptare janë bio, por nuk ka pasur mendjen e qeverisë. Pse? E them këtë, e them me bindje, sepse unë jam bujk, edhe ku vjen puna, prodhimet tona hidhen kanal, edhe vjen prodhime nga Serbi. Vjen ministri i Serbit me fotoksin,
Një bastin, tani nuk ka mirë me as bastinje, qatë, as fëmijët e ka nikur jashtë shtetit, edhe neve prindrit moshe tret, jemi në hall të madh, se në pikon lotin në sy dhe në faqe për fëmijët. Unë kam 4 fëmijë një për e mesa, djali ka rikë me nusën Itali, nuk përballohet tjetër atje. Unë këtu jam i valid i grupit tyt, me japin 115.000 lekë të vjetra. Mua i laqët më bëjnë 200-300.000 lekë. Me qa do t'i maru, ku do vetë unë, krita do lajun, kujtin do lajun, do ha vetun, ku të shkojnë, qatej. Jemi të dru për futim i porqin, pse se po tjetë qeveria, të ketë vëmendjen e bujqësisë, industrisë edhe popullit, emigracionit, nuk ngel në Shqipëria këtu në të gjene që ka vajtur. Popullit që ka vajtur, pajcan me kuritit, prandaj, unë i sfidoj në kësmeti qeveritar mua, po qovë se unë, bëj një gjenjesër më të vogën e to, unë përgjigje për para ligjit, i vetur të kushtetut, ama ndryshit këta, do t'japi llogari popullit. Prandaj, me morën me qunë, në burg pa, për asnjë gjembë të vogël. Isha në gjumë, edhe me morën me qunë në burg, se unë jam kondra këtyre diktatorëve, edhe neve jetën tonë në përpurgjit e këtë. Prandaj, o sot, jepi fort o hen, që ndryqonë atije, jepi për krah, edhe jepi për fort të rëtërive të drejave, të ndryqojnë, të hepi për para, Shqipëria të hepi për para, vetëm me përparurat Evropës dhe popullit. Ne jemi popull pro-evropian edhe pro-amerikan, po jo me ta pushtatar që kemi, që shesin trojat e veta. Edhe bashkas, qyshta Fajës Skënderbeu, edhe Ismail Bey Grorët, kemi kalur me përpas në atyre diktaturët më të mëdha, u tërhojt në zbërnet piri botës, së fatë të vitin 2026, tërhigjet robit varë, ku ka parë i mendë botës, të këtë vit të hegjës njëri unë të farë, e të ishta të tot, super diktatur, tot të kenë, unë falenderoj qilme, tot e një mojë Shqiprin, tot e bekon Trini, tot e bekon Platen, gjithë popullin e bukur shqiptar, për shëndetje qilme, ju falenderoj, zotin, në animov të gjithë, ju falenderoj. Kam një mesazh për punonjësit e administratës, të cilit ende nuk janë bashkuar kësaj proteste. Nuk jemi ne dhe ju. Neve në fakt nuk na diferencojnë gjë nga njëri tjetër. Nëse shikojmë mbrapa, neve nuk na diferencoj Covid-i, i cili mes frikës, mes papërgjegjshmërisë politikanëve, mes vjedhjes, mes keqmenaxhimit, u bë sebe për largimin e njerëzve dhe familjarëve tanë, pa dallim se ku punojmë në administratë apo jo. Neve nuk na diferencon ajri më i ndotur në Europë që thithin. Neve nga administrata nuk na diferencojnë tonelatat me mbeturina që po helmojnë lumejt, detet dhe përpasoj edhe shëndetin tonë. Neve nuk na diferencon nga njëri tjetri tonelata me ushqime, me pesticide, me normë mbi 30 herë më të larta të lejuara se MBE, që në vend që të hidhen poshtë mbasi kthehen ABE-ja, kthehen mbrapsh dhe përfundojnë pa diferencim tryezat tona. Neve nga administrata nuk na diferencon mungesa e ujit pishëm, edhe pse jemi vendi i dytë në Europë për burime ujore. Pra, si që shikoni, ne nuk kemi diferencë në njëri tjetri. Nëse ka diçka që do të na diferencoj, kjo diçka quhet Edi Rama, i cili me kërcenime, kujdes,
Tani më me kërcënime falco pretendojnë që nëse ju bashkoheni, do t'ju heq nga puna. Them ka stile kërcënime falco, sepse nëse deri para 20 e ca ditësh ishte diktator, tani mbas 20 e ca ditësh kemi të bëjmë me një blofist i cili e ka shumë të qartë që i ka ardhur fundi. Shqipëria është e gjithë bashkë, pavarësisht a punojmë në privat, a punojmë në administrat, apo jemi të papunë. Shqipëria është shtëpia jonë, edhe në shtëpinë tonë është ullur këmbkryq një e keqe e madhe. Hajdeni dhe ju në shesh, bashkë me ne, pa frikë, ta shporrim njëre për gjithmonë të keqe. Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Shihemi nesër ditën e 24 protestas! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Faleminderit njërë nga zemra! Shihemi nesër! Nga sheshi gjërimit? Nga sheshi gjërimit. Komandante, tu jemi nga sheshi gjërimit. A ke quna i patronazhist tu me? Aba akoma si ke qu? Tu jemi nga sheshi gjërimit për qefin ton. Dashurmi. Gjoni këtu. Pa dje një incident që ndodhe atje? Gjam me diaspor një kështu ashtu. Se qa ishin ca media këtu nga këto portale, ca më të qëra, ca me vrap aty tu të transmetu atë. Janë ca rëbëqëra këtu që vinë këtu. Këto? Gjam me transparenca. Se i rruhet njeriut, se kush nxefet aty ke podiumi e kush ka në incident vogël. Njerëzit ka rëndësi, dun me ditë ky zotnia që ka pushtetin. Do rri apo do iki? Këtë dun njerëzit, më shpoj që intereson njerëzve se kush zjetë për kumla dhe për akullore aty. Pra, janë ca portale, ca motoqëra, ca rëbëqëra, që merren me këto punë. Transmetojnë këto pisliqe, këto budalliqe. Nesër. E gjudje, ke popkastjet e njishin. Qëftoj ato biznesmenët e kështu. Qëftoj ato biznesmenët, ato budalliqet. Që parasysh ishte një biznes për shkakun që ishte 7 vjet që merrte shqiptar i çuan në Gjermani. Dhe po njëjti biznes i ka që nga momenti që e ndërpreu biznesin të çu për Gjermani në mënyrë të rregullt, tani sjell nga shqiptarët ja u ndërpre. Dhe po njëti biznes tash në Amerika nga Kina na rekrutoka dhe ky biznesi që thoni ju nuk është biznes i lirë, sepse në bashkëpunim me policinë, me korrupsionin, kupton? Ato i majnë peng aty rinas. Policat e rinasit i majnë peng ato njerëzit që vinë aty. Dakor?
Do të thotë që është organizim shtetëror. Pra, ti që e promovo ti komandante Che Guevara, ti që e promovo këtë biznes, do të thotë që kjo që ka ideja jote, që me përzon njerëzit 7 vjet në mënyrë të rregullt, edhe me na sjell këto rraqet e vjetra, rraqet e botës, këto kusur e vjetëve. E gjetëm kush qeka. Bravo, je buri mirë shumë ti. Je buri zotni. Do këtu, do dishi gjo. Që nuk pozitat e tuja, kur nuk do t'i kesh si që ke pas. Edhe sikur ti ke protesta që sot. Po ta të presin këtë protest që sot. Bëjmë qiku shemë. Edhe do mblidhemi, nuk e di kur do mblidhemi. Nuk e përqen kur me as ti dhe as loj jot, as soj jot. Dakord? Këtë vare vadh vesh për me. Që kur se përqen. Edhe ju gjithë juve që merrni rrogën e shtetit me taksat tona, edhe që na qajni në për poshtë e lartë, jo po do rrisin fëmijët. Si do i rrisin fëmijët ju? Do na mor taksat? Ne, po ne s'kena fëmijë. Si, ne mërë fëmijëve ju? Neve shkojmë në punë, po do rrisin fëmijët. Si do i rrisin ju? Tu vjet lekët tona. Pse kjo është me rritë fëmijët. Pa i dini ju që ajo është lek i pisët? Si mund të rrisësh fëmijët me lek pisët? Se sot i të ndot. Fëmijët rritën me djerës. Që dali fëmijë i shëndetshëm dhe i mirë. Kurse fëmijë me lek të vjedhme nuk deli mirë. E ka provu bota që kërë kryuë deri më sot. Ne duam gjonit që a thonë, pëse kur flasun me këta, po që të bëjmë dashi neve punën, po t'ja marim ti shteti. Kush është kë shtet? Dhe me thënë këto e qujnë si armik, këtë shtet, e qujnë si armik, i marin lekët, ku t'ja marin lekët, ne i marin neve më. Ato thonë t'ja marim ti pushteti. Ato thonë t'ja marim ti shteti. Shteti jemi ne. Shtetas shqiptar. Të gjithë shtetasit formojnë shtetin. Dhe gjithë kontributit gjithë neve qëndron shteti dhe institucionet. Kuptot, tash këto vinë, janë ca pushtet, do me thonë pushtus. Janë ca pushtus që në kurriz të shtetit, në kurrizin tonë, këto klepsi, edhe rrisë fëmijët ta. Kurse fëmijët tanë demonstritën me lek me djerës. Kurse fëmijët e këtyre me vjedhje letëritën. To të zmadhohen, bohen ka 2 metra, 5 metra. Ide e bukur. Ju po qe kjo si ide, ha? Fëmijët e këtyre. Gjoni këto. Nëse njëshit e bot si a bot, s'kishte asi gjoj e dokumentume, e tjere me ranë. Ama, se rradhe, janë gjitha dokumentume. Gjitha dokumentume në çdo faqe, në çdo rrjet, në kudo. Dhe kur qatësohet gjëja, gjithë juve që bëni si kopila. O lali, të shurmu. Juve gjithë ju që bëni si kopila. E si kodosha, do shifeni mas, edhe unë, bashkë më punë, do shifeni mas i muj, mas 3 mujesh, mas i viti. Edhe, mos na qani pastaj, po jo po se ishte situata ashtu se neve se, nuk kam bo se neve. Kur boni veprim, o bojeni tamam veprimin, o mos e boni, se jeni njerëz madhor, njerëz tritur. O bëni veprimin si shduhet, o mos e bëni, shumë e thjeshtë. Dakord? I them edhe këtyre që janë brenda protestas. O bëni veprimin si që është për të bërë, o mos e bëni fare. Më mirë mos ta bësh fare se ta bësh mut.
Se nuk ka më justifikime, jo po ishte si tu jata, jo po. Të su merë, ke presione, ke je i tunduar nga legët, e kështu mos u merë, dhe shkit. Mos u merë të trashtosh kauzën e gjithë shqiptarëve. Nuk e bën tot mëse janë 500.000 veta, nuk i manipulu dot, po problemi është që këto janë ato gërqet e vogla që të mërzisin. Hajde një presim shesh. Hajde si ta fillojmë si fillim javi ashtu. Mirë, ju jetë e botës, Gjenerata Z, I love you, jeni njisha. Edhe unë jam si juve, Gjenerat Z. E kom lënë milleniumin. Unë jam Gjenerata e epokës gurit, po. Me kuptimin, unë ndjesha si milleniumi ka fillu me drejt bishtit. Ke zëja jam unë, e qëndrushme. Hajde, e ju përqaf gjithë. Do vazhdojmë pastaj.